Nilor Film dhe Digital paraqesin. Art Instinct. Përshëndetje artist vegjël. Si shikoni, unë jam këtu me Goldin, po qëndrojmë këtu sepse kaloi vit i ri, Goldi hëngër gjatë ëmbëlsira. Pavarësisht nuk i të bëni mirë, po ne jepsim ditë sa lloj ëmbëlsirash nga ato të cilat ai mund t'i hante, që janë pa shumë sheqer. E tashti ai do të lozi akoma, do akoma tashti. Fëmijët po na presin të gjithë. Gjithë fëmijët po presin që ne të fillojmë emisionin, sepse kaluan vitin e ri, u kënaqën shumë, pritën një vit me dhurata të bukura që sollën prindrit. Ndërsa ty Goldi ne sollëm një rryp të bukur. Shikoni këtë rrypin e bukur këtu, të kuq. Këtë ja bëm dhuratë Goldit për me rastin e vitit të ri. Kështu që edhe unë sot, me që jemi akoma në fillim të vitit, edhe viti i ri erdhi i lumtur, ju kënaqet gjithashtu edhe unë së bashku me Goldin, kështu që për sot do kam përgatitur diçka shumë të veçantë. Goldi, do i tregojmë pak fëmijëve se çfarë do të bëjmë sot. Si thua? Do i tregojmë? Hajde. Sepse sot unë dua të bëj një pikturë. Do bëjmë një peizazh të thjeshtë, të bukur, edhe të shpejtë, që ju vetë do të habitini si do ta bëni atë peizazhin, pa që nevojë të përdorim penela fare. Vetëm një karton, e me letër edhe me bojë. Kështu që më mirë ju shikoni një herë se çfarë kemi bërë ne në emisionin e kaluar. Së pari, unë dua të vizatoj një herë pemën. Dua për shembull këtu, në formë trekëndshi. Këtu poshtë kemi trungun e pemës, ndërsa këtu për shembull është pjesa e dëborës që sapo fillon edhe bie. Këtu kemi edhe qiellin, këtu mund të bëjmë edhe tokën. Por do të fillojmë me një herë. Shikoni, unë tani e palosa, e bëra gati, shikoni se kam mbartë, dhe tani do ta pres tu poshtë. Me kujdes. Heqim që t'i dali maja. Dhe fillojmë të shtrydhim nga pak, me kujdes të gjithu. Shikoni. Ndjekim edhe vizat këtu që ne kemi bërë me tush. Hop, shikoni. Do vendosim pak këtu sipër tek hylli. Si për hylli, si bie dëbora, këtu, si për topave. Do vendosim edhe topa dëbore që po bien. E do vazhdojmë dhe këtu poshtë. Tani, këtu, unë do të vendos se kur bie dëbora, kemi dhe disa vënde që krijohet këtu ku është toka. Kështu, shikoni? Merë më shumë, fry në erë për shembull, edhe mbetet më shumë dëbor, disa vënde. Kështu që e mbushim dhe këtu poshtë pemës në këtë lloj mënyre. Qef? Ja, edhe disa topa i vendosim këtu ne. Në që po bie tani dëbora. Ja, për artist vegjël, kjo ishte edhe piktura që kisha përgatitur sot për ju. Shikoni, si trekëndësh, duke filluar nga mesi. Do gjeni mesin gjithmonë, se këtu që është mesi, do dali në formë trekëndshë. Shikoni këtu, do vi deri këtu. Do ta bëjmë këtë vizën këtu, gjithashtu do bëjmë edhe vizën tjetër këtu. Ndërsa këtu do kemi pjesën e trungut. Shikoni, unë dua që trungun ta bëj pak të trash nga poshtë, të ketë bazament që ndrojë më mirë. Edhe kjo këtu. Tani, si që jemi këtu, çfarë do të bëjmë? Do gjejmë mesin. Themi mesi është këtu. Dhe tek njëri nga këto kartonat, e kemi bërë dhe një mision, do pritet këtu. Ndërsa tek tjetri që kemi këtu, shikoni, ti bëjmë të dy, atëre. Jemi këtu, do gjejmë mesin unë këtu, e them këtu, këtu.
Këtu do jetë pjesa e poshtme, këtu nga mesi, tek mesi, do të pritet edhe kjo këtu. Ja dhe kartonat i kemi gati, i kemi prerë. Është e njëjta mënyrë, siç kemi bërë një herë nëse mbani mend edhe pemën e mollës. Shikoni? Vendosen këto këtu. Por ndryshimi kush është? Sepse unë tani do të marrë të gazetën këtu edhe do filloj ta mbush. Gjithë bukuria këtu është. Shikoni, marrim të copën këtu dhe do ta mbështjellim të gjithë të këtu. Gjithë pjesën këtu sipër. Do mbështjellim me letrën ngjyrë jeshile, shikoni? Duke i ngjeshur pak edhe këtu. Nga vinovili. Kjo u bë gjitha një pemë, një bredh shumë i bukur, cilën mund ta bëni edhe ju në shtëpinë tuaj. Por nuk kemi përfunduar ende, sepse kemi akoma disa gjëra për të bërë. Çfarë do të bëjmë tani? Siç u thash, do bëjmë edhe disa zbukurime. Ja për artist vegjël, siç e pat, edhe pemën këtu ne e realizuam. Ja për artist vegjël, këtu kemi ardhur në ambient të jashtëm. Si gjithmonë ne kemi bërë zakon që në çdo emision ne dalim jashtë e bëjmë një punim jashtë. Këtu t'i bëjmë edhe topin, por për mua rëndësi ka kjo këtu një herë. Se dua që kjo të mbetet. Është kapelja. Kështu që unë kapelen do ta pres një herë me gëshër, ta kem gati. Kjo është kapelja. Tani, çfarë do të bëj? Do marr të letrën ngjyrë kafe dhe do ta vendos këtu. E të shikoj, deri ku vjen, dua që portreti i babagjyshit do vizatohet këtu. Atëherë, unë do të ruaj këto vende këtu ku do vi kapela. Shikoni se kjo këtu do të bashkohet me këtë. Mund ta bëni këtu më poshtë, që të keni mundësi ta ngjisni që ndihet sa më mirë. Shikoni? Atëherë, bëjmë një vizë me laps, që themi portreti i tij do filloj këtu dhe do përfundoj këtu. Atëherë, shikojmë tani me vëmendje si do ta bëjmë. Siç kemi vendosur këtu, unë do t'i ngjis, pastaj do të presim edhe letrën e bardhë. Atëherë, siç e kemi këtu, e kthejmë, nxjerrim ngjitsen këtu, edhe vendos këtu. Edhe këtu, se dua që të ngjitet sa më mirë. Shikoni? Domethënë, e bëm një vizë me lapse këtu më parë, që të dim deri ku do të jetë. E kthejmë dhe këtu dhe vendosim. Shikoni këtu? Këtu e kemi gati. Hundën do ta ngjisim më pas. Ngjisim edhe syt. Shikoni këtu? Unda do t'jetë këtu. Por, do kemi përpara këtu, tham, letrën e bardhë. Kështu që, si që kemi këtu, largojmë pak të kuqen, unë do marrë letrën të bardhën. Edhe them, këtu, dua që mjekra t'jetë deri këtu poshtë. Shikoni se ta bëjmë. Këtu, do t'i bëjmë këto, në këto lloj forme. Edhe këtu, nga krau tjetër. Dhe do të pritet do të ngjitet sipër. Iku kjo. Atëherë të vendosim edhe hundën që duhet të typi tu lart. Ja për artist vegjël, ky është edhe babagjyshi i cili erdhi t'ju sillte dhuratat. Edhe do kemi pëllëm më këtu. Po kështu bëj një tjetër, shikoni? Këto janë këtu. Këtu dhe kemi edhe këto këtu. Do me thënë, këto këtu kur të ngjiten, do t'i bëjmë pikën e zezë tu, edhe këto janë syt. Shikoni? Shikoni? Sa e bukur doli, edhe sa e veçantë, edhe sa e shpejtë. Si që patë artist dashur, këto ishin punimet që ne kishim bërë në emision të kaluar. Nërsa tani erdhi momenti që ne të fillojmë edhe të tregojmë punën që ne do të bëjmë sot. Si shikoni, unë i kam gjitha këtu gati. Edhe bojën e bardhë kam,
Edhe kartonat i kam, edhe një gëshëra kam marrë, por kam marrë dhe një pjatë. Shikoni këto pjatë plastike. Sepse këtu duhet vendos bojën unë sipër, edhe do ta marr me karton që të filloj të bëj pikturën tek ky karton i zi. Domethënë do bëjmë një peizazh, siç u thash, me dobor në dimër ku janë edhe pemët e bardha. Të gjitha këto do të ngjyrosen vetëm me karton. Dhe aty në fund fare çfarë do të bëj? Nuk i shkon ndërmend fare. Aty do bëj edhe 3 bufa, të cilët qëndrojnë në deg, kështu, edhe po qëndrojnë afër njëri tjetrit. Ato bufat do t'i bëjmë me një teknikë shumë të veçantë. Pa penel, pa karton, thjesht vetëm me gisht. Do të shikoni sa bukur do dali. Të rast mund të përdorim pak edhe tushin e zi, se tani më erdhi ideja. Tushat i keni gjithë si për tavolinën, se di, në për shtëpia përdorni tushat. Kështu që pa humbur kohë, unë po filloj atëherë. Shikoni këtu se sa thjesht do ta bëj. Do hedh bojën e bardhë këtu. Do ta marr bojën siç është, pak e trash. Nuk do ta marr të holl. Të gjithë do ta keni parasysh edhe ju. Sepse shpesh herë unë ju them që kur ta përdorni bojën, kur pikturoni, të mos jetë e trash siç është tek kavanozi. Por ta holloni. Për këtë gjë them kur pikturojmë në një telajo ose në letrat. Ndërsa në këtë rast, kjo lloj teknike do që të punohet vetëm me karton e tjetër trash. Kështu që unë çfarë do të bëj? Shikoni këtu? Domethënë do marrim ngjyrë pa frikë, do e merrni bojën. Dhe më mirë do të marrni copë kartoni nga këto të vjetrat, ta vendosni poshtë, mos bëj tavolinë në pistë, gjithë do ta keni parasysh edhe ju. Shikoni? Unë vendosa një karton që kemi përdorur herë tjetër dhe nuk i hedhim. Le të jetë me bojëra poshtë, le të jetë pisë. Shikoni ka njolla, mua nuk më prish më fare sepse dua që të bëhet edhe pisë përsëri. Edhe çfarë do të bëj? Këtu, në pjesën e poshtme, shikoni këtu siç ka marr bojën këtu, kartonin do ta mbaj në këtë pjesën këtu. Dua, shikoni, do bëjmë një si gjysmë harku. Që këtu, shikoni, si e bëjmë? Marrim përsëri bojë, pa frikë, vendoseni. Shikoni, marrim bojën përsëri dhe mund të mbushet kjo e gjitha, qoshet. Kjo do t'japi, domethënë, të duket imazhi sikur ka rënë dëbor, edhe është e mbushur toka e gjitha këtu me dëbor. Shikoni pa frikë, vendoseni. E pat këtu? Tani, do të vazhdoj. Marr përsëri. Dhe do të bëj për shemb një pemë këtu. Pema do filloj këtu lart dhe do zbresi deri poshtë. Shikoni, do ta bëjmë pak të trashë të pemën. Në thjesht mund ta bëjnë edhe në këtë lloj mënyre. Shikoni këtu, kjo është pema. Don mund të ketë edhe një si bisht këtu që del, degë thyer. Shikoni këtu. Don duke i bërë këto në këtë lloj mënyre, ruajmë edhe drejtimin e pemës. Edhe po shkoj pak shtrëmbër, nuk ka problem fare. Sepse pemët i keni parë si janë. Diku janë drejta, diku janë më të shtrëmta, kështu që ne ashtu ta bëjmë. Tani, ne unë do të nxjerr edhe degët këtu. Si do të nxjerrim degët? Mora bojën këtu, do të nxjerr një deg këtu. Një deg tjetër unë do ta nxjerr këtu lart. Do ta vendos edhe kështu. Shikoni, duke vendosur në këtë mënyrë, do të japim formën e degëve. E marrim bojën tani vetëm me pjesën këtu të kartonit. Shikoni? Dhe unë për shkak këtu do të krijoj degën që dua, si dega kryesore, për shkak që është më e trashë nga të tjerat. Shikoni si vazhdon këtu. Dhe nga kjo dalin edhe degë të tjera. Edhe, si shikoni këtu, dëbora ka rënë sipër, prandaj edhe këto pemët natën duken në këtë lloj mënyre. Të bardha. Këtu, siç u thash unë, do jetë dega kryesore. Këtu ku do të vendos unë ato 3 bufat që thash. Do t'i shtym pak të këtu, degën ta zgjasim, sepse pema ka degë ndryshme, disa të gjata, disa më të shkurtra. Shikoni këtu?
këtu mund bëjmë një pemë tjetër, më të hollë sepse është më larg. Në gjithmonë me këtë lloj teknike, domethënë duke marrë me karton bojën e bardhë dhe vazhdojmë. Kjo tha mund të jetë nga pas, zgjatet. Shikoni sikën? Mund ta shtyni edhe ju kështu. Në këtë lloj mënyre, shikoni këtu. Don ka mënyra nga më të ndryshmet duke përdorur kartonin që të dali dobora. Tani, unë siç e kam këtu tani, do marr me gisht. Shikoni? Në këtë lloj mënyre. Dhe do t'i vendos këtu. Një këtu, edhe tjetër këtu. Do bëj 3 njolla kështu në mes. Tani do presim vetëm pak të thahet. Edhe do punojmë edhe pak aty sipër siç ju thash unë me lapustil. Por dua përpara se ta lë të thahet, do marr për shembull penelin që kisha këtu. Në fund e penelit e kemi përdorur të teknikë edhe herë tjetër. Edhe mund vendosim topat e doborës. Domethënë, po bie edhe në këtë moment që ne po punojmë, po bie dobor. Kështu dobora si jepet, shikoni këtu. Me fundin e penelit. Marrim bojën dhe vendosim pika të çrregullta, jo në mënyrë simetrike, sepse bora kur bie dobora, nuk bie gjitharisht, sepse shumë fëmijë shpeshherë kur pikturojnë i them mund bënin doborën, ata vendosin ato topat e borës në mënyrë simetrike rjesht, e vendosin kështu. Edhe vazhdojnë poshtë. Jo, është gabim, sepse dobora kur bie në mënyrë të çrregullt, edhe kështu që flokët e doborës mund të vendosin në këtë mënyrë, me penelin duke mbajtur në mënyrë të çrregullt gjithë pikat, pa që nevoja për simetri. Ja t'i vendosim dhe këtu. Bufi disa e thjeshtë është për të vizatur, e dini ju? E keni provuar ndonjëherë? Jo, se shpeshherë kur them unë që edhe fëmijëve që vizatoni për shembull elefantin. I duket elefanti aq i vështirë sa i madh është ai. Ja thoj, si do ta bëjmë elefantin? Ne nuk di ta bëjmë elefantin. Po është shumë i thjeshtë elefanti për ta vizatuar. Ndoshta në një emision tjetër do t'ju tregoj se si bëhet elefanti, në mënyrë më të thjeshtë, por sot do t'ju tregoj pak bufat. Domthonë, se si do t'i vizatojnë ato sytë, se karakteristika e bufit kush është? Ka ato sytë e mëdhenj. I keni parë besoj. Ato dalin natën, edhe ka sytë e mëdhenj që të shikojnë e natën. Kështu që ne këtë karakteristikë që ka ai, sytë e mëdhenj, ne këto do t'i bëjmë, do të realizojmë po mënyrën më të thjeshtë. Edhe sjepin që ka, se ka sjepin këtu, në mes i deri vogli, edhe sytë e mëdhenj. Domethënë kjo është bukuria dhe veçantia e bufave, të cilët qëndrojnë këtu tek pema që kemi ne. Unë vendos edhe këto pikat e fundit të doborës këtu. Dhe e kam gati që të pres pak vetëm të thahet kjo, që t'japim formën e bufave. Shikoni këtu? Gjatë kohës që kjo është e njom, shpeshherë çfarë mund bëni? Me fundin e penelit, nëse boja është e njom, ju edhe mund t'i jepni formën për shembull këtu, duke e gricur me fundin e penelit. Bëni diçka të tillë që duket edhe letra nga poshtë. Shikoni, duket, pavarësisht se nuk bëhet e bardhë, po duket pjesa këtu e fundit. Kjo bëhet gjithmonë kur është e njom. Por më mirë le të presim pak të thahet, sepse di që mezi po prisni për të realizuar ato 3 bufat që qëndrojnë te dega e pemës. Në parti zvegjël, unë tani pikturën e kam pothuajse gati, sepse nuk kam përfunduar akoma. Janë 3 bufat që kemi këtu, edhe përfundon. Si do të bëjmë tani? Si do të veprojmë? Duke marrë lapustilin e zi. Me këtë, unë do të realizoj tani pjesën e portretit, që si që thash, sytë me hundën bashkë. Si do t'jenë këto? Do jenë me mënyrën më të thjeshtë që ekziston. Shikoni këtu. Duke filluar që këtu nga mesi. Unë do të bëj që do t'jetë hunda. Do të bëjmë të pikën këtu në mes. Shikoni? Dhe do të bëj një rreth këtu. Shikoni? Si spiral. Edhe një tjetër këtu, nga karo tjetër. Do në thjesht këto 2 spiralet. Kjo jep imazhin e hundës. Ndërsa këto janë pjesa që janë puplat që ka ai. Tjetri. Këtu. Këtu. Edhe këtu. Shikoni?
Don duke bërë këtë lloj spirali, edhe vazhdoj me këto si gërmën V, po të vogël. Edhe duket që është pjesa e puplave që ka bufi. Se kjo është karakteristika. Edhe mund vendosim pak këtu. Shikoni, sikur janë këmbët ku ata qëndrojnë. Dhe i kemi gati bufat. Por, nëse duam që dalë akoma më bukur, pak të verdh. Me tush, këtu ku është syri. Shikoni? Kaq. Sepse syt i kanë pjesën i kanë të verdha. Dhe pikturën e kemi gati. Shikoni këtu? Do të thënë, ky është peizazhi që mendova të realizoj sot për ju një ditë dimri, do tamam sipas vitit të ri, që shumë fëmijë kanë qenë në ski, në përvend me të borë, besoj këtë lloj peizazhi ju e keni parë. Edhe kush ka dhe bufa aty, i ka parë akoma më mirë, por ndoshta ka pas të vështirë të vizatoj. Unë ju tregova në mënyrën më të thjeshtë se si mund të realizoni edhe pemët, edhe bufat. Besoj artist vegjël ju pëlqeu kjo pikturë. Prandaj merrni edhe ju kartonat, edhe letrën, edhe bojnë e bardhë, sepse kishte t'i keni që t'i ngjisni për të krijuar bufat. Edhe krijoni këtë, mos nguroni. Është momenti për të krijuar. Filloni menjëherë nga puna dhe mos harroni të dërgoni të gjitha punimet tuaja tu në faqen e Facebookut që kemi dhe në adresën e emailit, që ne të kemi mundësi t'i paraqesim gjithë punimet tuaja. Ndoshta nuk është nevojë të dërgoni të gjitha me postë, adresën e postës e keni aty, sepse ja u kanë vënë, por mund të dërgoni edhe me foto. Që ti shikojmë, ndërsa shumë fëmijë që ndoshta janë në Tiranë ose në Durrës, shumë mirë mund vinë të sjellin mua aty ku jam, edhe ti paraqesim punimet edhe nga afër, sepse ne do zgjedhim edhe një fëmijë i cili do vi këtu, por ai do të jetë i zgjedhur sepse do jetë nga punimet më të mira, nga fëmijët më të talentuar që do jetë këtu në studio pranë meje. Prandaj mos nguroni, filloni më njëherë të dërgoni punimet tuaja. Edhe unë gjatë kësaj kohe po bëjmë gati që të shkoj marr mjetet e do vazhdojmë punën tjetër apo jo. Si ju mezi po prisni. Art Instinct. Art Instinct. Për sot artist vegjël do t'ju flas pak për artin realist. Arti realist ka filluar në mesin e shekullit të 19. Ai filloi në Francë. Madje nga të parët që ka qenë që është paraqitur me këtë lloj arti, ka mbështetur këtë lloj arti, është Gustave Courbet. Por ky lloj arti realist nuk u shfaq vetëm pikturë, por ishte edhe letërsi, ishte si një rrymë e asaj kohe. Madje Goldi, kujdes aty, se Goldi do të ngasmojë të prishi pak punët ato që kam realizuar. Nëse le të vazhdoj aty Goldi, s'ka problem. Unë t'u flas tu tani për artin realist. Kështu që Gustave Courbet ishte nga të parët e artit dhe çfarë bëri do thoni ju? Kur gjithë të tjerët bënin akoma figura mitologjike ose historike, Gustave Courbet filloi që të bënte art realist. Do të thonë, u largua nga temat mitologjike edhe historike, por u kapën në temat realiste, do të thonë të ditëve ato që shikonin. Edhe ky shfryzoi rastin në atë kohë kur në muzeun, jo në muze, do të thonë ishte muzeu që ndodhesh në Paris, aty do bëhej atë vit bëhej ekspozita ndërkombëtare e pikturës, ndërsa Gustave Courbet nuk mori pjesë aty, por mori një pavion në krah të saj, do të jashtë godinës, kur bëri pavionin në art realist, edhe paraqiti punët e tij. Aty pati shumë kritika të asaj periudhe, pse kështu e pse ashtu, por ai ngul tek arti i tij dhe pati shumë përkrahas piktorë të rinj që dolën që përkrahen artin realist. Ata në të lloj arti që bënin, kaluan tek ajo fazë që nuk kushtonin shumë rëndësi detajit, por momentit që ata shikonin, realizonin. Edhe në atë periudhë, shumë piktorë të tjerë si Camille Corot filluan të bënin peizazhe. Don aty mbështeten tek peizazhet. Nëse keni parasysh të shikoni tani te këto lloj peizazhe që ka realizuar Camille Corot, gjithashtu ka qenë edhe Jean-François Millet, don të dy këta. Por Corotja çfarë bëri? Ka ishte në gjendje shumë të mirë ekonomike, ishte i pasur, doli jashtë Parisit, mori edhe Rousseau, Millet, këta piktorët e tjerë, i mori jashtë Parisit e aty bënin peizazhe të ndryshme. Don e zhvilluan artin realist, duke mbështetur thjesht nëpër peizazhet, por peizazhet që shikonin aty. Dhe nga kjo doli dhe rryma tjetër, për cilën unë do të flas në emisionin tjetër, që ishte impresionizmi. Don ishte impresionizmi është impresion, atë që ndjen, që shikon atë moment, në të momentit atë lloj pikture. Kështu që Camille Corot,
Rousseau-ja, Millea dhe shumë të tjerë ishin të parët ata, së bashkë me Gustav Courbet, se ai ishte i pari, ishin ata që mbështetën të lloj arti, artin realist, dhe e zhvilluan në Francë, por aty mori zhvillim pastaj në të gjithë botën, i cili edhe sot akoma bëhet arti realist, gjithashtu edhe impresionist dhe ekspresionist. Por këto do flasim mision tjetër. Tashti le të vazhdojmë punimet e radhës. Gol, duhet të vazhdojmë pikturën, si gjithë fëmijët po presin. Ata po presin. Unë do të vazhdoj atë aty se do bëjmë kolazh tani, është momenti i riciklimit. Edhe të gjithë ata po presin që unë çfarë do të krijoj, ndërsa ti do të lodhesh akoma këtu me mua. Hë? Ha bukurosh? Do vish aty? Hajde. Hajde këtu. Si shikoni artist vegjël, unë jam gati, por Goldi nuk më lën. Shikoni si është? Si, jo, do vim këtu. Nga do jesh? Do rish me mua? Do të qëndroj këtu së bashku me mua, Goldi do të lozi, edhe do të krijoj dhe ai. Por unë do të tregoj tani se çfarë do të bëj këtu. Është momenti i riciklimit, siç u thash. Ja, si, s'më rahat. O bukurosh, ç'a ke? Hë? Mbledh i tregoj punë këto gjithë letrat. Si i kam marr gati, kam gjithë letra. Janë letrat në ngjyrë. Kam marr letrën jeshile, kam marr letrën e kuqe, kam lila, kam blu, do të bëj qielli, kam edhe bardh. Unë për temën e riciklimit kam zgjedhur në këtë moment që të bëjmë përsëri një babagjysh. Me që jemi akoma në prag të vitit 3, sapo ka hyrë viti, kështu që mendova të mos ta lëm të temën edhe sot. Kështu që unë mora një vizore. Sot do përdorim pak vizore sa për të bërë 2 viza shumë të thjeshta, ndërsa pjesa tjetër do të gjitha me dorë. Shikoni këtu. Gërshërën e kam këtu. Edhe pjatën, edhe ngjicën. Ti hapim pak vendin. Çfarë do të bëj unë? Si shikoni këto të gjitha këtu, letrat do t'i heq. Do të marr vetëm letrën jeshile, e cila do të jetë këtu poshtë. Pastaj do të marr letrën e bardhë. Këtu me letrën e bardhë dua të vendos këtu pjatën sipër dhe, si shikoni, me laps këtu do bëjmë një vizë rreth e qark. Iku kjo. Pjata s'më nevojitet përsëri. Do të marr gërshërën dhe do ta pres. Pjatën që e përdora është pjata që ne edhe kemi ngjyrosur. Qose më parë u mora ngjyrën e bardhë, vendosa tek pjata, edhe punova, kështu që atë pjatë unë nuk e hedh, e ruaj, sepse më duhet. Në këtë rast e përdor pjatën për të bërë rrethin e rumbullakët, mos përdor kompast. Thjesht pjatë është masja që më duhet. Por atë pjatë më ta përdor për shkak për bërë edhe babagjyshin e vitit 3. Do thoni ju si mund ta bësh. Mund bëhet shumë mirë. Pjata mund të jetë portreti. Edhe sipër mund të vendos një letër të kuqe bëhet kapelja. Edhe këtu poshtë vendosi mjekrën me copa pambuku. E shikoni sa bukur do dali. Edhe vizatoni sy të ngjyrosti. Por unë zgjodha të bëj një babagjysh tjetër. Në të rast, shikoni këtu, unë mora letrën, të kartonin e bardhë, të cilën do ta vendos aty, tek ngjyra jeshile. Por së pari ç'do bëj me këto letrat që na kanë mbetur, që të mos i hedhin, aty kur punuam që bëm edhe babagjyshin me letrën e kuqe. Në shikoni kjo pjesë këtu, është copa që ne kemi prerë më parë. Kështu që, siç u thash, nuk i hedh copat, i ruaj. Çfarë bëj? Duke vendosur këtë këtu, me një letër të verdhë të vetme, si shikoni këtu, me një letër të vetme, ngjyrën e kuqe, unë do të bëj edhe trupin, edhe kapelen e babagjyshit. Prandaj thash do marr lapsin këtu, do gjej mesin këtu të letrës, pak a shumë këtu është. Prandaj më duhet vizorja, ta mas duhet shikoj që këtu është mesi. Dhe që këtu do të ketë një vizë të drejtë. Këtu edhe një nga krau tjetër, që ti kemi një lloj tek fundi. Tani vizorja s'më nevojitet më. Ta heqim të këtu dhe do të marr përsëri gërshërën dhe do ta pres, sepse këtë doja që të jetë e drejtë. Në kështu mund ta bëni dhe ju, në këtë lloj mënyre. Kështu që ato copat e letrës, kur bëni ato kolazhet e mëdha, mos i hidhni. Do gjitha letrat to që mbeten ne na nevojitet. Me këto mund të krijojmë kolazhe të ndryshme. Shikoni këtu tani. Bëhet një trekëndësh i madh.
E heqim të ngjyrën e kuqe këtu. Tani, ky trekëndçi do të ngjitet këtu. Ndoshta duket çudi, akoma thoni se si do të bëhet. Do të bëhet edhe shumë i bukur do dalë. Shikoni këtu. Unë këtë tani do ta bëj gjithë me ngjitse. Do të filloj që tani, do duke e bërë me ngjitse, duke prerë, duke ngjitur drejt përfundimit. Jemi këtu. E kthejmë këtë të gjithën këtu dhe vendosim majën poshtë me majën këtu. Shikoni, 2 maje do përqoshet e letrës jeshile. Dhe e ngjisim. Kjo u ngjit, është gati. Do thoni ju, po tani ç'do bëjmë? Do vendosim edhe këtë këtu. Shikoni këtu pjatën? Unë pjatës çfarë do t'i bëj? E veçanta e kësaj kush është? Sepse kjo i gjitha do të pritet rreth i qark. Edhe do të duket tamam si flokët e babagjyshit, edhe mje karabash. Do dali kështu, i gjerë umbullakët. Shikoni tani si do ta bëj, duke i prerë të gjitha këto kështu. Ja, pra si shikoni këtu, ne kemi prerë të gjitha këto. Do mjafton ne që t'i palosim pak kështu, edhe do të vendoset këtu. Shikoni, do të krijoj imazhin e mjekrës edhe të flokëve. Por kjo do jetë kapelja. Kështu që unë, këtë siç e kam këtu, unë edhe këtë e ngjis. Ma vendosim ngjitsen këtu nga pas dhe e ngjisim këtu në mes. Shikoni se kjo punë bëhet shumë shpejt. Thjesht punojmë dhe ngjisim. Tani, ju çfarë mund bëni? Përveç sa merrni ideja tani këtë moment. Tu që e kam, siç kam bërë. Unë e shumë thjesht, për shembull të bëja këtu syt, me njëherë edhe ta mbyllja syt me tushin e zi. Jo, do ta bëjmë ndryshe. Shikoni këtu. Ta bëjmë pse pashim që mbetet një copë ngjyrë roz. Kam dhe të ngjitse këtu. Shikoni këtu. Duke marrë të këtu, vendosim këtu. Këtë çfarë do bëjmë? Do bëj një rreth tjetër, shikoni, sepse pjata ishte e madhe. Kjo është më e vogël. Kjo është më dha iden mua. Këtu në këtë rast, unë do ta pres rrethin. Besoj kuptua se ç'do të bëj. Me ngjyrën roz do bëjmë pjesën e fytyrës të babagjyshit. Do me thënë, si shteni shpeshherë ju, fëmijët vegjël, kur merrni bojrat, edhe kur merrni ngjyrë roz për ngjyrë roz, ndonjë portret thoni ngjyrë mishi. Don, është kjo ngjyrë. Shikoni këtu, ta vendosim këtu në mes. Atëherë ç'bëjmë? Vendosim pak ngjitse këtu, edhe pak këtu poshtë, që të mbaj sa më mirë. Dhe e vendosim këtu. Iku dhe kjo. Na ka mbetur e kuqja. Shikoni ngjyrën e kuqe, don copat që ne na mbetën. Unë dua që këtu në mes, unë do t'i bëj hundën. Do me thënë me letrën e kuqe, duke bërë që ta shikoni ju më mirë, po marr tushin e zi, një rrethor, shikoni, dhe e presim dhe rrethorin. Do shikoni që unë po punoj vetëm me forma geometrike. Do bëra një trekëndësh të madh, bëra rrethorët, do të thënë një e bëra me pjatë, një e bëra me ngjitse, edhe ky tjetri që është më i vogël. E bëra këtu. Këto mund ta bëni thjesht rrethorin, mund të përdorni edhe ngjitsen. E vendosni sipër edhe bëni vizën. Kështu që unë ngjitsen e mora këtu. Ta vendos këtu edhe pak këtu. Edhe ta vendos këtu në mes. Iku dhe kjo. Tani, më ka mbetur të copat e bardha. Ti heqim të copat e bardha. Edhe këtu ç'do të bëj? Të njëjtën gjë, shikoni këtu. Këtu. Një rrethor, edhe një tjetër, 2. Edhe këto do t'i presim, sepse me këto unë dua të krijoj tani pjesë e syve. Po sy duhet t'ja bëjmë pak më të bukur, nuk do t'i bëjmë kështu. Thjesht një e bardhë, të vendosim edhe një pikë sipër të zezë. Jo. Prandaj kam edhe ngjyrën blu, që ta bëjmë babagjyshin me sy boqell. Sepse kështu e pashka një fëmijë që e pikturoi, e thashun pse bëri babagjyshin sy boqell, sepse kështu pëlqen mua, tha.
është që boqell. Këtu në Durrës thamë që kemi në detin, tha te baba gjyqi kur vjen këtu, sytë e tij marrin ngjyrën e detit, tha. Kështu më përgjigj. Kështu që edhe unë mendova tani ta bëj baba gjyshin në të njëjtën mënyrë siç e bëri ai fëmia i vogël, piktori i vogël. Thjesht morëm letrën e bardhë, vendosim këtu, edhe tjetrën vendosim këtu. Si shikoni, unë kam vendosur këto dyja të bardhat. Atëre, do marr pak ngjyrën boqelli dhe do pres 2 rrethor më të vegjël. Don, rrethor dini ti bëni, besoj. Keni mësuar se shikoj shpeshherë se disa fëmijë kanë të vështirë për të bërë rrethorët. Kështu që mundoni të bëni ushtrime në shtëpi, merrni letrat, ato që s'duan. Merrni një tush ose laps e filloni bëni rrethor. Mund të përdorni edhe këto ngjitse si ndihmë në fillim fare. Të keni mundësi ta vizatoni sa më mirë. Pastaj ta bëni me dorën e lirë. Besoj kuptuar se çfarë do thash. Shikoni, këtë ta vendos këtu. Edhe këtë tjetrën do e pres këtu me kujdes. Si shikoni, unë të zezën që kam bërë me tush nuk e heq. Don e lë pak të duket sepse është një kontur rreth e qark, edhe jep një bukuri të veçantë. Kështu që kur marrim edhe ngjitsen këtu, edhe vendosim këtu, edhe tjetrën këtu. Shikoni, si merr pamjen ndryshon me njëherë. Unë dua tani me këtë letrën këtu të bardhë që kam mbetur, prandaj e tham ne që gjithë letrat nuk i hedhim. Do të thotë copat i ruajmë. Shikoni këtu, unë do e vendos, është e vogël. Marr një tjetër pak më të madhe. Shikoni këtu gjithë copat i kemi. Opa. Se na mbetën për duar. Unë dua marr pak lapsin, nuk dua ta bëj me një me tush, pa arsye se nëse bëj gabim, do përdor përsëri letër tjetër. Kështu që në këtë rast tushin e përdor më pas. E bëj me laps. Këtë gjë ta keni parasysh dhe ju. Letë me laps, pa që nevojë të bini me tush më njëherë, që mos bëni gabim. Sepse po e bët gabim, nuk ndreqet. Shikoni këtu. Dua ta vendos këtu. Edhe do ruaj distancën këtu. Shikoni këtu në mes. Është pjesa që janë mustaqet e babagjyshit. I bëjmë pak të mëdhaja. Shikoni këtu. Ti nxjerrim deri këtu nga karoteta. Atëherë, në këtë rast, unë përdor tushin. Sepse dua që të mbetet konturi i zi. Shikoni këtu. Këtu. Edhe këtu. Mustaqe besoj dini t'i bëni sepse e kam parë nga ju më ke dërguar shumë kartolina, domethënë me mustaqet e gjyshit. Ju pëlqeu shumë e kartolinë. Edhe shumë fëmijë kanë realizuar, edhe ata që nuk kishin parë emisionin, kur pan kartolinat që kishin ardhur në faqen e Facebookut nga fëmijët që kemi aty te kurset, ata më thanë, "Dërgjë piktor, tha si e keni bërë atë, tha se ne se kemi parë." Edhe e realizuam së bashku me ata. Madje disa përveç asaj që kisha bërë mustaqet e kuqe, disa i bën edhe portokalli. Se ka lloj-lloj mustaqesh. Disa i bën si çengela, disa i bën të varura nga poshtë, disa i bën nga lart, por secili sipas dëshirës tij. Për mua kjo ka rëndësi që ju t'i bëni mustaqet sipas dëshirës tuaj. Si imagjinoni ju se shumë fëmijë sot nuk i kanë gjyshet e mustaqe. Kështu që edhe unë, prandaj u bëra një kartolinë e gjyshin. Ja tani, këtu e kam gati, e përfundova edhe këtë. Eqim. Edhe dua t'ja pak hark kështu. Shikoni, nuk e lë të drejtë. Jap harkut një drejtim kështu, qoshet. Domethënë ti bëjmë si mustaqet e ngritura për pjetë. Vendosim edhe ngjitsen këtu në mes. S'dua ta ngjis të gjithën. Do vendoset këtu. Edhe kjo këtu. Shikoni, që trim pak mustaqet lart. Nuk dua që trin. Tu babagjyshi çfarë ka? Të bëj një rrethor tjetër unë këtu? Me kujdes. Një rrethor do bëj të vogël. Është kopsa e paltos të babagjyshit. Këto janë disa detaje që japin bukuritë veçantë babagjyshit. Shikoni këtu? Këtu të vendosim një kopsë. Por dua të bëj, shikoni këtu, edhe 2 rrethor të tjerë. Një do ta vendos këtu, edhe një tek faqja. Domethënë nga i ftoti, babagjyshit janë skuqur faqet. I keni parasysh që nga i ftoti kur dini undë për të borë që lozni, ju skuqen faqet edhe hunda. Kështu që babagjyshit janë skuqur pak faqet. Kështu do bëj 2 rrethor të vegjël. Jo shumë të mëdhenj. Do t'i vendosim këtu. Kështu që po i bëj me laps. Të 2 rrethort, nuk duhet t'i bëj me tushin e zi, sepse nuk duhet të duket shumë konturi. Shikoni, edhe ju nëse i bëni, do t'ja prisni. Ose bëjni me tush ta keni kollaj
për ta vizatuar aty, që të duket çfarë do të prisni, dhe kur ta ngjisni ktheheni nga pas. Nga kanal tjetër që mos duket e zeza. Shikoni? Një këtu, edhe tjetër nga ana tjetër. No, me kujdes. Po në fakt janë simetrike. Nuk janë si tek dëbora që thash, dëbora nuk është simetrike kur bie, por tek portreti çdo gjë është simetrike. Shikoni këtu? Këtu është faqja, edhe tjetra. Në faqet e kuqe. Çfarë na mbeti? Na mbeti topi që do vendosim këtu lart. Domethënë, do presim edhe një rrethor tjetër të fundit me kujdes. Në si që patë, këndëgjit, ishte shumë e thjeshtë. Besoj, gjithë din ta bëni. Përsëri dhe këtu, mund të prisni pak majat, shikoni, që të duket sikur është prej pushi, dhe i ngrihen këto gjitha lëvizin, duke bërë të prerjen. Kjo është edhe e veçanta, që imiton domethënë atë topin që ka kapuçi sipër. Shikoni ja, të përfundova dhe unë. I ngjita gjitha, si që o bëra më parë, i ngrejmë pak shu lartë këto, në të lloj mënyre, dhe ngjitsen këtu, poshtë, e vendosim mirë ngjitsen, dhe e vendosim këtu sipër. E mbyllim dhe ngjitsen që mos ta thahet, dhe babagjyshin e kemi gati thjesht me këto letrat, me formën ju thash, trekëndësh dhe top, ose rrethor. E keni parasysh? Besoj pëlqen, ëh? Domthon, këto ishin gjithë letrat që ne i hedhim. Domthon, copat që ne punuam në misionet e mëparshme, që na mbetën rozë, kuqe, jeshile. Domthon, shikoni këtu e bardhë me gjithë këto copat, ne realizuam këtë babagjyshin, që siç u thash unë, jemi akoma në prag të vitit të ri, sepse është fillimi i vitit. Dëborën e kemi pranë, dhuratat i keni pranë, kështu që është koha të realizoni edhe ju një babagjysh të tillë, kaq veçantë e kaq të bukur, me gjithë ato copat e letrave. Edhe thjesht me forma gjeometrike që ju të gjitha i dini shumë mirë, i keni mësuar. Kështu që artist vegjël, mos nguroni, filloni menjëherë nga puna, ta realizoni të babagjysh kaq veçantë. Edhe mos harroni, të gjithë punimet na e dërgoni në faqen tonë Facebook dhe me email. Ne i mirëpresim të gjitha që të kemi mundësi t'i paraqesim. Kështu që artist vegjël, unë tani po shkoj të marr mjetet sepse kam për të bërë dhe punim tjetër. Edhe ju e di që mezi po prisni. Gjatë kësaj kohe, unë do bëj një shëtitje me Goldin, të dalim pak se me po mpret, s'kam që bëj Goldit, kështu që edhe ju filloni, punoni dhe mblidhni se do bëjmë dhe kartolinën. Mos harroni. Atëherë i kam. Art Instinct. Art Instinct. Ja artist vegjël, tani edhe dhe momenti që unë së bashkë me Goldin paraqesim pak të gjithë punimet që na keni dërguar në emisionin tonë. Janë kaq shumë punime, sidomos nga Kosova, edhe nga Maqedonia, por edhe nga qytete tjera, por nga Shqipëria po, që të kemi mundësi t'i paraqesim. Edhe me që është e viti i ri, unë ju thash edhe emisionin më parshëm që nuk kemi mundësi t'i paraqesim gjitha punimet me një herë, edhe të gjithë punimet që na dërgoni, sepse ju na keni dërguar shumë punime. Kështu që më mirë artist vegjël zgjidhni pak edhe punimet, mos ta dërgoni shumë. Në rregull, do më pak që të kemi mundësi që t'i paraqesim. Kështu që unë edhe sot dua që t'i shikojmë punimet tuaja që keni dërguar, ato që ishin nga faqja e Facebookut. Ndërsa ato që na kanë dërguar këtu do t'i shikojmë në një emision tjetër. Dakord, se s'dua që të mërziten dhe fëmijët nga Kosova dhe Maqedonia se kanë ardhur shumë punime. Edhe të gjitha këto, ata duan t'i shikojnë. Madje më shkruajnë e më thonë që pse nuk doli. Unë ja kam shpjeguar, janë çdo gjë me radhë. Janë shumë punime që vinë, edhe dua që t'i shikoni ato, të gjitha që kanë ardhur, edhe do t'i bëjmë me radhë. Ndoshta nuk do t'i japim të gjitha punët. Do zgjedhim disa nga punimet më të mira që ju na keni zgjedhur, edhe të kemi mundësi t'i japim sa më shumë fëmijë. Dakord? Kështu që mos u shqetësoni, edhe nëse nuk shikoni punët, do t'i shikoni në emisionet e ardhshme. Kështu që qëndroni aty dhe shikoni punimet.
Si shikon në artist vegjël, kemi ardhur këtu për të realizuar derën. Dohon, tu tek dera do bëjmë diçka shumë të veçantë, që do t'ju kujtoj më një herë plakun e vitit 3. Do thonë ju, si do t'ja kujtoj, sepse do jetë thjesht në mënyrë simbolike. Dohon, për simbolin e s'kemi folur ndonjëherë, do flasim një emision të veçantë sepse rrymat e artit përveç realizmit, impresionizmit, modernizmit, janë gjitha këto, është edhe simbolizmi. Dohon, simbolika ka atë të veçantën të cilën ne do ta realizojmë sot. Simbolika kush është? Dohon, kur diçka realizohet me simbol. Do me thënë, me detajet vogla, të thjeshta, pa treguar shumë gjëra, po me diçka të thjesht, ne paraqesim atë që do paraqesim sot. Plakun e vitit 3. Unë kam marrë këto letrat e kuqe. Do me thënë, këto simbolizojnë kostumin e plakut vitit 3 që është i kuq. Gjithashtu, kam edhe një letër të zezë, edhe një letër të verdhë. Do me këto çfarë do të bëjmë? Nuk do bëjmë portretin fare, sepse e kemi realizuar portretin herë tjetër të plakut vitit 3. E kemi bërë, e keni parë se e bëm. Sot unë dua të bëj vetëm pjesën e xhaketës dhe të rrypit. Do me thënë, kjo këtu është xhaketa e kuqe, kjo është tokza e rrypit e verdha dhe zeza është rrypi. Do të thonë, thjesht me këto ne do vendosim tek dera, do t'i ngjisim, edhe do të japi më një herë imazhin e plakut të vitit 3. Do të thonë, ky është simboli. Do të thonë, thjesht me gjërat simbolike, siç është rrypi i trash me tokzën, edhe kostumi kuq, pa që nevojë që ne të bëjmë edhe kokën, edhe çizmet, edhe krahët, do të thonë asgjë tjetër. Kështu që pa humbur kohë, unë do të filloj më një nga puna, duke marrë letrat e kuqe, edhe do t'i ngjis tek dera. Pastaj do të presim rrypin, do të presim edhe tokzën, edhe do t'i ngjisim e do të shikoni sa bukur do dali. Atëherë, do fillojmë me ngjitse. Do marrim ngjitsen edhe do të lyejmë gjithë pjesët anësore të letrës. Do t'i lyejmë të gjitha me shumë kujdes. Shikoni, e gjitha kjo këtu do të lyhet, sepse kjo do të ngjitet tek dera. Vazhdojmë këtu me gjithë sipërfaqen këtu. Dhe marrim letrën tani edhe e ngjisim tek dera. Shikoni këtu? Do ta ngjisim këtu në pjesën e sipërme, që të jetë e gjitha një lloj, duke filluar që këtu lart. Do të gjithën si ngjitëm letrën e parë, po kështu do të ngjisim me letrat e tjera deri poshtë. Do të thënë, gjithë dera deri lart. Do jetë vetëm me letrat e kuqe. Do të thonë, nëse s'keni karton, përdorni edhe letra të tjera që mund të jenë kuqe. Ose në rast se keni derën e kuqe, atëherë s'është nevoja të vendosni letrat. Direkt do vendosni rrypin me tokzën. Unë tani siç e kam këtu do vazhdoj tani se unë dua të ngjis. Kështu që do të vazhdoj të lyej të gjitha këto me ngjitse, që të kem mundësi të ngjis sa më mirë. Tani, me letrën tjetër, sepse kjo dera do të nxej 3 letra. Kështu që unë këtë do ta vendos në pjesën e poshtme. Dua të filloj një herë edhe me këtë këtu. Ti kemi të vendosura këto, edhe drejt, shikoni këtu. Si shikoni, unë vendosa poshtë edhe lart. Tani, me këtë letrën këtu, unë do ta vendos në këtë vendin këtu. Po e lash përfund për arsye se dua që ta pres tu ku është doreza. Do që mos ta pengoj, se nuk do vendoset sipër dorezës, por do të ngjitet ajo gjitha këtu. Edhe do shikoj unë ku është doreza. Kjo këtu do të pritet. Do hiqet kjo se është vendi i dorezës. Do ta pres që të futet brenda kartonit. Do të vendoset këtu. Shikoni, unë do ta pres pak këtë këtu. Nuk do ta çoj deri në fund, kështu që ta lë tani gëshërën, do ta kthej këtë nga pas sepse kjo do të jetë këtu ku është doreza, kështu që i bie që do lyhet me ngjitse nga pjesa e pasme. Shikoni tani, kjo do të vendoset këtu, prandaj e premne, do vendoset brenda, do kaloj pjesa këtu sipër, që të bashkohen këto të dyja. Që të kemi mundësi të ngjitet kjo sa më mirë këtu. Shikoni, bëhet ngjitja e letrave njëra me tjetrën. Atëherë, rrypi do të jetë diku kaq i trash. Shikoni, unë do ta pres tani të gjithën këtë këtu. Da prem edhe këtu. Sepse kaq është dera.
Kur mora këtë, të gjithë, edhe vendosim aty, edhe e masim, pastaj e prejmë. Kështu që unë letrën e zezë do ta marr, ta vendos këtu, shikoni? Nga këtu deri këtu, do të jetë letra e zezë. Që do të vendoset. Por do të bëjmë edhe tokzën. Tokza, shikoni, duhet të jetë kaq e madhe. Domethënë, trashësia do dali këtu rreth qark. Brenda tokza është kjo se rrypi kalon në për tokzë. Keni parasysh që futet rrypi kështu? Domethënë, do presim letrën e verdhë, por do kemi nga pjesa e brendshme do jetë kjo, ndërsa nga jashtë e verdha do dali në këtë formë. Le të shkojmë aty tek e verdha, ti bëjmë të dyja bashkë, ta ngjisim me letrën e verdhë sipër tek e zeza, ta bëjmë gati rrypin me gjithë tokës dhe ta ngjisim më njëherë tek porta. Që të shikojmë sa bukur do dali babai gjyshi. Shikoni këtu artist vegjël. Unë dua që tokza të dali pak a shumë tregisht këtu edhe këtu. Domethënë, këtu unë do ta pres. Edhe këtu. Shikoni? Do bëjmë si një katror. Do jetë deri këtu. Shikoni, mund ta marrim këtë në vend të vizores. Këtu. Që mund ta bëjmë. Atëherë, do lëmë trashësi që ka kjo këtu. Do si të prejmë një katror të madh. Shikoni këtu. Edhe këtu e kemi gati. Tani marrim gëshën dhe e presim të gjithë kuadratin. Shikoni këtu. Do pres edhe një. Shikoni. Do thoni ju që është kjo që presun tani. Do ta kuptoni me njëherë pasi ta vendos këtu. Domethënë tokza ka dhe këtë pjesë metalike që është një detaj i vogël, po jep bukuri. Shikoni këtu. Tani artist vegjël, si shikoni, unë këtu këtë e ngjita e kam gati, shikoni? Çfarë do të bëj tani? Do ta ngjisim. Do vendos ngjitsen mirë edhe këtu nga pjesa e pasme, shikoni, gjithë këtu, edhe këtu. Sepse duam që të mbaj sa më mirë, e gjitha kjo këtu. Por ka dhe një detaj tjetër, që do ta bëjmë tani në vend. Edhe shumë shpejt. Çfarë do të bëjmë, do thoni ju? Këtu ku kemi rrypin nuk ka disa vrima. Atëherë do t'i çpojmë këtu. Shikoni? Edhe e shtypim këtu. I mbajmë në një drejtim. Shikoni, vendosim këtu. Edhe i shtypim sepse dua që këtu dua që këto vrimat, pasi të dalin këtu, poshtë do dali dhe e kuqe, shikoni? Këtu dhe këtu, prandaj ruaj një drejtim. Dhe si që kam, e kthejmë dhe vendosim edhe pak më shumë ngjitse. Shikoni këtu? Tek gjithë sipërfaqja. Mund t'i ngjeshni pak edhe këto vende tu ku janë vrimat që hapëm. Dhe marrim tani të gjithë rrypin dhe vendosim këtu. Dhe e ngjeshim edhe rrypin që të ngjitet tek porta. Shikoni me kujdes. Ja artist vegjël e ngjitëm edhe rrypin. Si shikoni, edhe këto vrimat që ka këtu, ne prandaj bëm që të duket pjesa e pallës kuqe që është nga poshtë edhe janë vrimat tu tek rrypi. Do me janë detajet vogla që janë shumë nevojshme dhe japin bukuri një vepre që e realizoni. Kështu që edhe ju pa humbur kohë, mund të merrni letrat, fillojnë t'i prisni bashkë me mamin e babin. Edhe të krijoni tek dera juaj diçka të tillë. Tani artist vegjël, unë do të marr tushin sepse ka mbetur diçka tjetër që lash për fund. Qose keni parasysh. Në të gjithë filmat, keni parasysh filmat si ke vizatimor, si artistik, të gjitha ato filma që janë me temën e Krishtlindjeve, edhe të vitit të ri, domethënë me plakun e vitit të ri, keni parasysh kur del plaku i vitit të ri aty ç'a bën? Do të flet, ai i jep dhuratat edhe kur jep i lumtur gëzuar thot ho ho ho. Kështu që kjo është një detaj i veçantë i plakut vitit të ri, kjo ho ho ho. Ti unë dua ta shkruaj këtu.
siç e pat, ky ishte detaji i fundit. Domethënë, ishte shprehja e babagjyshit. Ho ho ho. Edhe ai sjell dhuratat. Kështu që unë prandaj e shkruajta këtu që gjithë ata miq që do vinë në shtëpinë tuaj, me të parë gjithë të që ju do të keni krijuar, do thonë sa e bukur që e ka. Si kemi bërë ndem përpara, do të pa që nevoja të bëni plakun e vitit të ri, të bëni fytyrën, të bëni sytë, gojën e mjekrën, thjesht me një rryp edhe xhaketën e kuqe. Edhe ho 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 mos harroni ta shkruani aty. Kështu që unë t'ju uroj edhe një herë gëzuar vit e ri e do shkojmë përsi në studio tani. Si shikoni artist vegjël, erdhëm se kishim dalë për jashtë. Goldi u lodh. Doli shëtitja aty, por u lodh duke vrapuar, edhe tani do të haj diçka. Unë kam diçka të vogël të jap këtu, gjatë kësaj kohe sa Goldi do ushqet, unë do bëj kartolinën, sepse është momenti që ne të krijojmë kartolinën. Edhe kjo është kartolinë shumë e veçantë. Unë kam menduar, madje mund t'ju bëj diçka të thjeshtë në vazhdim të kësaj t'ju bëj. Mund të tregoj edhe 2 kartolina, në mënyrën se si mund të realizoni ju një kartolinë të thjeshtë. Nëse mbani mend, kur ju thash unë, në pak për simbolizmin, në mënyrë simbolike, si mund të bëhet çdo gjë me këtë lloj mënyre. Kështu që kjo kartolina, jo e para, e dyta mund të jetë në këtë lloj mënyre. Domethënë, me teknikën e simbolizmit, në mënyrën simbolike, por le të fillojmë me një herë të realizojmë të kartolinën e thjeshtë. Shikoni këtu. Unë i kam marrë këto letrat. Kam marrë edhe këtë letrën që është ngjyrë ciklamin, si roz, domethënë, edhe këtë letrën e bardhë. Shikoni këtu? Ka një ndryshim të vogël. Nuk janë të barabarta. Do letra e bardhë është pak më e vogël se kjo. Domethënë, ju duke marrë këtë letër, pak a shumë të jetë një format A4. Çfarë do të bëjmë? Do marrim letrën e bardhë, që është më e vogël, ju merrni gjithë me ngjyrë. Mund të merrni për shembull edhe një letër boqelli, edhe blu, edhe jeshile, çfarë dëshironi ju? Unë zgjodha këtë, edhe të bardhën. Dhe çfarë do të bëjmë? Do marrim vizoren dhe do të shënoni nga 1 cm atë gjithë anët që të jetë më e vogël se ngjyra tjetër. Dhe do ta prisni, siç e kam bërë unë, e kam bërë gati, dhe do ta palosim në mes. Shikoni këtu? Duke bashkuar qoshet edhe në njërës e tjetës që ti kemi të barabarta. Këtu, iku e para. Po kështu do bëjmë edhe tjetrën, të dyja do palosen. Gjithmonë, do shikojmë këtu majat, ti bashkojmë mirë, se këtu është edhe bukuria e saj që të dali e sakt. Shikoni këtu? I kemi të dyja. Do me thënë, kur tapet kartolina do jetë në këtë lloj mënyre. Do duket tamam si e paspartuar që themi ne në pikturë. Se gjithmonë kur bëjmë një pikturë ne, e mira që të paspartohet në fund, ose i vendoset një kornizë. Keni parë disa piktura që kanë edhe një si shiritre të qartë, për shembull ngjyrë të bardhë ose bezh, okër, domethënë, pastaj vendoset edhe korniza, ai është paspartimi. Por këto gjëra do t'i mësojmë dal nga dal. Në këtë rast do të tregoj kartolinën, që bëhet kështu, në këtë lloj forme. Tani, çfarë do të bëjmë? I kemi palosur këtë që është ngjyrën roz, do të heqim veç. Këtë tjetrën, të bardhën, unë dua, këtu për shumë, e laps, do bëj një vizë të poshtë. Edhe një tjetër këtu. Unë dua të bëj 2 viza paralele, shikoni deri këtu. Pastaj, do bëjmë edhe një tjetër këtu lartë. Dhe shikoni pak a shumë të distancë, këtu t'i ruajmë pak a shumë të barabarta. Por, unë tani do të marrë grëshërën, keni këto vizat që bëm këtu, shikoni, do t'i prejmë së bashku si që janë të dyja letrat bashkë, në këtë lloj mënyre. Do pritet drejt e gjitha. Këtu, njëra, edhe këtu tjetra. Do jenë një lloj këto. Po kështu, edhe kjo. Po kjo është më e vogël prerja, shikoni. Çfarë bëj tani? Si që kam këtu, do ta palosim këtë letrën. Në një herë do paloset nga ky krah dhe një herë nga krahu tjetër. Nga të dy anët do paloset. Shikoni këtu, që të kemi mundësi ta lvizim nga të dy anët. Po kështu tani do bëjmë edhe këtë tjetrën, por këtë do ta bëjmë këtu, ku kemi bërë prerjen. Këtu është bërë prerja deri këtu, kështu që këtë do ta bëjmë më të vogël. Shikoni, do të jetë një lloj palosja. Këtu.
kjo, edhe tjetra nga krau tjetër. Don është thjesht prerje që do bëjmë, don 3 prerje me gërshër. Njëra është e vogël dhe 2 do jenë më të mëdha, por do të jenë të barabarta. I bëm edhe palosjen e letrës edhe këtu dhe këtu, do në paloset nga 2 anët ta kemi një lloj. Si tek e vogla, po kështu edhe tek e madhja. Çfarë bëjmë tani? E hapim letrën këtu dhe i palosim këto nga brenda. Edhe njërën, edhe tjetrën. Këtu. Kemi palosjen e të dyjave. Do paloset përsëri letra, siç e kishim. Shikoni? Është krijuar kjo formë. Kur të hapet, kemi këto të dyja. Çfarë do bëjmë tani? Ta drejtoj pak këtu dhe këtu do të shkruaj 2-shin, 0-n, zgjodha të ngjyrë se është pak a shumë me këta. Me letrën që kemi poshtë. Shikoni këtu? 2015. Këtu për shkak do të shkruajmë gëzuar vitin e ri. I kemi këtu. I bjem shkurt. Shikoni tani? Palosit kjo e gjitha. Do të bëhet me ngjitse. Hapim këtu dhe do të vendosim ngjitsen tek e gjithë pjesa këtu. Shikoni? Edhe këtu të gjithë pjesët që kemi. Do ta vendosim këtu. Ku është palose, shikoni? Sepse kjo do të mbyllet edhe do të ngjitet kjo pjesa tek kjo e gjitha këtu. Por, kur të hapet kartolina, do vendosim edhe nga krau tjetër, mos harroni. Ngjitsen do të vendosim nga 2 anët. Ngjisim edhe kraun tjetër. Mbyllet kjo e gjitha këtu. Shikoni? Ngjitet mirë dhe kur të hapet, shikoni si del? Del vet kartolina në këtë lloj mënyre. Mbyllet edhe hapet. Edhe thot gëzuar viti i ri 2015. Këtu mund të shkruani urime të ndryshme për mamin, për babin, për miq, për këtë dëshironi ju, gjyshin. Edhe del e veçanta kur hapet e gjitha kjo shtrihet. Shikoni? Mbyllet edhe kemi një kartolinë shumë të veçantë. Kjo është një lloj mënyre për të bërë kartolinë. Këtë do ta vendos këtu në kartolinë. Tani, do marr dhe 2 letra. Mendova t'ju bëj 2 kartolina. Por këto do të jenë shumë të shpejta. Mund të jenë ndoshta kartolinat më të shpejta në botë, se si mund të realizohen. Për shembull, marrim ngjyrën e kuqe. Dhe kemi këtë letrën këtu. Kjo është kartolina. Në rregull? Çfarë do të bëjmë këtu? Këtu unë dua të bëj për shembull një peizazh me dobor, cili do ketë edhe pemë. Domethënë janë bredhat, janë pemët e vitit të ri. Do thoni ju peizazh me dobore, si do ta bëjmë ne, është kaq i vështirë, nuk është fare i vështirë. Shikoni këtu. Do e vendosim këtu në mes të saj, ne do të bëjmë për shembull një vizë këtu. Si viza e horizontit që do të jetë, aty do jenë kodra. Këtu për shembull mund të bëjmë edhe një kodër tjetër ne. Në këtë lloj forme. Tani, për të bërë pemën sa më të thjeshtë, sa më të bukur, edhe sa më shpejt, çfarë do të bëjmë? Domethënë mos harroni lapostilin e kuq, duke filluar këtu nga mesi. Shikoni këtu. Do bëjmë si zigzake të vogla. Shikoni. Edhe duke i zmadhuar sa vjet, edhe e bëjmë më të madhe. Shikoni. E çojmë deri këtu poshtë. Tani, këtu fillojmë, vendosim edhe topat e zbukurimit. Vetëm me një ngjyrë. Me ngjyrën e kuqe që kemi në dorë. Unë po bëj një pemë. Këtë pemë për shembull ju mund ta realizoni nëse dëshironi edhe me ngjyrë jeshile. Edhe vendosni topat aty për shembull me ngjyra. Unë zgjodha të tregoj teknikën, domethënë mënyrën që bëhet sa më shpejt kjo lloj peme. Po kështu, edhe pemët këtu larg mund të bëhen në këtë lloj mënyre. Shikoni? Këtu fillojmë të vogla, zgjerohet dal nga dal, hapet edhe i jep atë imazhin e pemës. Shikoni, një tjetër këtu mund të jetë më e vogël, më larg, japim pemët edhe mund të shkruani gjitha dhe urimet. Kjo është një
lloj. Ndërsa kjo tjetra, këtu në këtë rast, dua t'ja kushtoj pak Goldit. Si do jetë kjo? Karakteristika e qenit kush është? Është hunda që e ka si trekëndësh. Apo jo? E ka si trekëndësh. Unë po më marr më mirë tushin e zi që ta shikoni ju. Shikoni këtu. Do bëjmë një trekëndësh. Ky është simboli që do kuptoj më njëherë që është për qenin. Shikoni hunda, edhe fillojmë edhe gojën e qenit. Këtu ne i bëjmë edhe syt. Mjaft me këtë ngjyrë. Unë Goldit për shembull i kam vënë një kapele në kokë. Shikoni këtu? Kjo kapele është e kuqe. Me që ishte vitiri tani, shikoni? Thjesht bëm një trekëndësh të madh. Këtu. Edhe na del Goldi me kapele. Është mënyra më e thjeshtë kjo për të bërë një kartolinë. Edhe këtu mund të shkruajmë ne Art Instinct. Ju uron gëzuar vitin e ri 2015. Dohën, kjo ishte kartolina jonë së bashkë me Goldin. Dohën, mënyra më e thjeshtë. Edhe kjo tjetra, dohën, ishin 3 kartolina që u realizuan kaq shpejt edhe kaq bukur. Prandaj dhe ju artistë vegjël mos nguroni, shironi pak fantazinë tuaj që të keni mundësi dhe ju të realizoni kartolina nga më të ndryshmet edhe nga më të bukurat, thjesht edhe bukur. Prandaj filloni më njëherë të realizoni të këto që bëm ne sot, ne i mirëpresim të gjitha në emisionin ton. Kështu që filloni aty, nxirrni dhe foto, na e dërgoni në faqen e Facebookut që shikoni aty, edhe me email, gjithashtu edhe me post. Ne i mirëpresim të gjitha. Si shikoni artistë vegjël, erdhi momenti i fundit i emisionit. Unë dua t'ju përshëndes të gjithëve, t'ju them edhe një vit të mbarë të kemi të gjithë ju, së bashku me prindrit tuaj, edhe suksese edhe në shkollë. Gjithashtu, mos harroni të pikturoni, unë i mirëpres punimet tuaja. Tani erdhi momenti t'ju them mirupafshim për emisionin e ardhshëm. Mirupafshim.